Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Produkti i preferuar i shqiptarëve, pastron mëlçin, forcon kockat dhe zemrën. Receta: hira është lëngu njësoj si ujë, me një ngjyrë të gjelbër shumë të çelur që del kur pritet qumshti dhe kur kullojmë djathin ose kur nxjerrim koshin pasi pikset. Por ka disa lloje të hirës: hira e zier, hira e qumshtit, hira e djathit, e kosit e gjizës, duke qenë se shumë njerëz nuk janë në dieni të vlerave ushqyese të shumta që ajo mbart, e hedhin pasi e kullojnë gjizën ose djathin. Ky nën produkt i qumshtit përmban proteina, laktozë, minerale të tilla si kalciumi, fosfori, magnezi, zinku, vitamina C, vitamina B2, B6, B12, C dhe K, aminoacide dhe yndyrra të shëndetshme. Mineralet mbrojnë qelizë dhe parandalojnë një sër komplikacionesh si tension të lartë të gjakut, goditje në tru dhe sulm në zemër. Proteinat parandalojnë osteoporozën, rregullojnë nivelin e kolesterolit, parandalojnë formimin e pllakave bakteriale në dhëmb dhe rrisin masën muskulare, forcojnë sistemin imunitar, lehtësojnë stresin dhe rigjatorojnë mëlçin. Mëlçia është organi vetëm në trup që ka funksionin e rigjenerimit. Ky organ kryen një sër funksionesh të rëndësishme për trupin për ta mbajtur atë të shëndetshme. Studime të ndryshme kanë treguar se përbërësit e nxjerrë nga hira, sidomos proteina hirës, ka veti mikrobiale dhe antivirale. Forcon sistemin imunitar, mund të mbrojë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe të rrisë performancën aktive fizike. Hira rekomandohet gjithashtu për të rënë nga pesha, duke qenë se proteinat e saj ndihmojnë për të dobësuar dhe për të rritur masën muskulare. Përveç kësaj, ajo ju jep ndjesinë e ngopjes duke ndikuar te nivelet e hormoneve që ulin oreksin. Dikur, hira ka qenë një pije e preferuar edhe në bujtinat ose në kafene. Mesatarisht, prej 10 litra qumësht fitohet 1 kilogram djath dhe 9 të tjera hirë. Mund të thuhet me siguri se hira është paqë e shëndetshme dhe këshillueshme për të konsumuar sa dhe qumshti, kosi dhe dhalli. Gjithashtu, vlerat që do t'i ofrojë shëndetit tuaj e bëjnë atë një nga pijet më të parezistueshme në dietën tuaj. Hira pastron mëlçin dhe detoksifikon edhe trupin tuaj. Hira njëkohësisht nuk përmban gluten dhe mund të përdoret edhe nga ata që janë intolerant. Gjithashtu, pasi ta lini të ftohet e kulloni dhe lëngun e të dukshëm që jep e pini, ndërsa ajo mbetje që mund ta përdorni në receta të ndryshme. Hira të bën mirë për pastrimin e mëlçisë, kështu na thoshin që të vegjël, por në fakt dukeshit se kishin të drejtë. Sot, pas disa vitesh, atë mund ta përdorni edhe në receta të ndryshme për organizmin. Për të bërë 1 kilogram djath duhen 10 litra qumësht, nën prej të cilave do të dalë hira. Është pikërisht ky lëng që kur kullohet, qartësohet dhe quhet magjik. Sipas të dhënave të health.com, hirën e krahasojnë me qumshtin e gjirit dhe vlerat e jashtëzakonshme që ka, dhe studimet e kanë treguar atë dhe para shekullit të 20. Pioneri i kërkimeve për sistemin imunitar, Elie Matinkov, njëkohësisht fituesi i çmimit Nobel në psikologji në mjekësisë në vitin 1908, e ka vlerësuar së tepër mjefutjen në dietën e përditshme të hirës. I quajtur ndryshe baba i imunitetit mes natyrales, Matinkov ka thënë se hira ka një efekt të pakrahasueshëm në sistemin gastrik. Jetëgjatësia dhe mosprekja e banorëve të Kaukazit nga këto probleme i atribuohet pikërisht konsumit të hirës nga kjo popullat. Hira mund të përdoret si nga të rriturit ashtu dhe nga të vegjëlit. Duke e tretur si fillim atë edhe me lëngje të tjera, do të mësoheni me shijen dhe gjithashtu do ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Hira cilësohet si një lëng mjaft i mirë edhe në ndërtimin e masës muskulare, ku shumë sportistë e konsumojnë atë në mënyrë të rregullt për të rritur masën muskulare dhe për të përmirësuar gjithashtu shëndetin tuaj. Hira është njëkohësisht e mirë për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Hira është e mirë për problemet e mëlçisë. Studimet e reja të botuar në revistën Clinical Nutrition tregojnë se hira ndihmon fort për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve të mëlçisë së dhjamosur dhe sëmundjeve të zemrës. Pas vetëm 4 javëve të shtimit të proteinës së hirës në ushqim, të dhënat kryesore të yndyrnave në gjak u përmirësuan në mënyrë të fortë te pjesëmarrësit.
Përdorimi i hirës ul ndjeshëm sasinë e yndyrës brenda qelizave të mëlçisë së dhjamosur. Ekipi mjekësor i Universitetit të Lozanës në Zvicër, i cituar sipas Health.com, sugjeron fuqishëm proteinat e hirës se janë një aleat i mirë në jetën e personave për të luftuar edhe komplikacionet e mëlçisë. Hira është një produkt shumë i mirë edhe në ndihmën për pastrimin e gjakut. Meqense nuk japim gjithmonë vëmendje mëlçisë, hira është me të vërtetë e rëndësishme për pastrimin e gjakut, duke pastruar kimikatet e dëmshme dhe toksinat. Sipas shkencëtarëve, ka një lidhje mes problemeve të mëlçisë së dhjamosur dhe cilësisë së gjakut. Pasojat sjellin probleme të metabolizmit të lidhura ngushtë me nivele të larta të triglicerideve dhe kolesterolit të keq. Hira është një produkt mjaft i mirë për të mbajtur gjithashtu edhe trupin tuaj në formë. Nëse ju merreni me sporte të ndryshme dhe doni të ndërtoni një masë të mirë muskulare, hira është aleati juaj më i çmuar në këtë aspekt. Kombinimi i saj me ushtrime të rregullta do të jetë një aleat i mirë në rritjen e masës muskulare dhe gjithashtu mbajtjen e trupit në formë. Kjo fal elementeve të veçantë ushqyes që gjenden te hira do ta bëjnë atë një nga zgjedhjet më të mira me ndikime pozitive në rritjen e vlerave të muskujve dhe masën muskulare më të mirë. Është fakt i njohur se proteinat ndihmojnë në mbajtjen e formës së trupit nën kontroll. Ajo është një ushqim i cili ju ngop më shumë organizmin më shumë se sa të tjerët. Ajo është një ushqyes shumë i mirë për trupin në balanca të tilla. Në mjaft studime, ngrënia e proteinave në mas 25% të konsumit të kalorive ditore ul me 60% edhe urinë për të ngrënë ushqime jo të shëndetshme. Studimet kanë treguar se zvendësimi i burimeve të tjera të kalorive me proteina të hirës, të kombinuara me aktivitete të mira fizike mund të sjellin edhe uljen e peshës trupore deri në 3.5 kg në mënyrë natyrale për 3 muaj, dhe kjo do ju mbajë gjithashtu të ekuilibruar edhe masën tuaj muskulare. Nëse jeni duke u përpjekur të humbisni në peshë, atëherë shtojeni proteinat e hirës në dietën tuaj, të mbani trupin në formë dhe të balanconi gjithashtu edhe masën tuaj muskulare, duke e rritur atë si duhet. Hira mund të përdoret si nga të vegjëlit ashtu edhe nga të rriturit. Të vegjëlve i përzihet me lëngjë të frutave me qëllim që të mësohen me shijen e veçantë të hirës. Në një shishe 1 litroshe me hirë, mund të shtoni gjithashtu edhe lëngun tuaj të preferuar, ta përzieni dhe ta konsumoni derisa të mësoheni gjithashtu edhe me përfitimet që hira do t'jap për organizmin tuaj. Nëse keni dëgjuar ndonjëherë për hirën, i dini edhe vlerat që ajo do t'jap për organizmin tuaj. Ndoshta emri nuk e ka dhe aq të bukur, por vlerat që do t'i ofrojë shëndetit e bëjnë atë një nga zgjidhjet më të mira për të ushtuar në dietën tuaj. Hira krahasohet gjithashtu edhe me qumshtin e gjirit. Hira është një lëng i cili përfitohet më mirë në dobi të organizmit dhe mund të parandalojë një sër komplikacionesh. Kështu, ekspertët e cilësojnë atë si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese. Pioneri i kërkimeve për sistemin imunitar, Elie Metinkov, njëkohësisht fituesi i çmimit Nobel në psikologjinë e mjekësisë në vitin 1908, e ka vlerësuar së tepërmi futjen e hirës në dietën e përditshme. I quajtur ndryshe baba i imunitetit mes natyrales, Metinkov ka thënë se hira ka efekte të pakrahasueshme në sistemin gastrik. Jetëgjatësia dhe mosprekja e banorëve të Kaukazit nga komplikacione të ndryshme shëndetësore i atribuohet pikërisht këtij lëngu të veçantë, i cili do të sjellë rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hira përmban 16 lloje të proteinave, 8 minerale, vitamina kryesore ato të grupit B, aminoacide dhe enzima dhe elementë të tjerë shumë të rëndësishëm, të cilët duke ushtuar vazhdimisht në dietën tuaj të përditshme, do t'japin rezultate të kënaqshme në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hira është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të përmirësuar shëndetin e mëlçisë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.